ka zoti Sheh. A janë këto shifrat e vërteta për cilën paguajnë shqiptarët? Dhe dyta, tash nga sot e tutje nuk do t'jipet më, do jipen shumë pak dhe do jipen vetëm me nivel tarifimi dhe do t'i paguaj përdoruesi fundor. E keni pa ju që ka dalë një shprehje e re për përdoruesi fundor. E di kush është përdoruesi fundor? Qytetari. Ju gjeni këtu, unë që jam këtu, ato që janë rrugë. Që kur ikshin për para në Kukës, fundor ishin dhe atëherë ato, po ishin pa para. Ta shi të shkojnë e të vish prej Kukësit, duhet me pagu, duket një 14.000 lekë, të vjetra. Kaq. Të njëjtën gjë të bëhet përdoruesi fundor të shikur t'i hypi makinës për shku në Shkodër, se filloj kjo e reja. Se sa do paguj përdoruesi fundor nuk dihet akoma. A do paguj 10.000 lekë, 10 euro, 12 euro, 11 euro, edhe kjo më varet. I njëjti përdorues fundor do dali për tunelin e Llogaras. Por të gjitha këto tash që janë me përdorues fundor, a thua dhe këto nuk i bëka një damp madh buxhetit, se si bëjnë se buxheti këtu nuk ndërhyn fare. Vërtet buxheti i shtetit nuk ndërhyn fare, po buxheti i familjeve qytetarëve shqiptarë, se ky pse quhet buxheti i shtetit? Se ky nuk është buxhet ndërmarrje. Që po blej mall ka tretët na e falin, e marrin pa para. Kush i paguan këto? Qytetarët e Shqipërisë do i paguajnë. Kjo hyn ke kosto e jetesës që deri dje se kishim, se të gjithë do u thojmë. Prandaj unë prapë edhe herë do aftoja qeverinë që t'i rishikoj këto, sidomos këto koncesionet në për veprat publike. Për dy elementë që janë kryesorë. Një që a ka një kosto reale për këtë punë që duhet me i dhënë këtyre zotrive që i kemi dhënë nga i letër që quhet koncesion, që këto pas kanë drejt me marë pare pa e sap nga shteti shqiptar, nga buxheti Shqipërisë 10-15 vjetë më radhë, sepse këtu kemi rrugë, ka fillu rruga e Arbërit, ka 10 vjetë që ka fillu, filloj me 280 milion, ka shku 400 milion s'ka mbaru akoma. E njëjta gjë po rrugën Qukës, Qaf Ploç, filloj me i buxhet vogël, ka shku 300 milion që akoma s'ka mbaru.